Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se ardhët edhe këtë pasdite në Dita me ne si gjithmonë në DTV Media. Sot kemi për të diskutuar për muzikën, pra a kemi një talent të re cila po rritet në hapat e muzikës, e ajo është Mediana Gashi dhe kam kënaqësinë ta kem sot në studio. Përshëndetje Mediana. Përshëndetje. Si pun t'je sot? Mirë shumë. Atë fillojmë pra, përshkruaj pak vetën, si ka filluar kë interesimi jotë për muzikën, pra kemi edhe një këngë sa po të lansuar. Fillojnë asë që ka din kë interesime? Mu prej kur jam kohë e vogël, unë ka pëlqy gjithmonë muzika, edhe gjithmonë kom pos qef me këndu edhe me pos muzika. Po besoj edhe në shkollë, lind kë interesim, po besoj, e kemi edhe një vajzat këtë farë, tendencën gjithmonë mu bashku edhe në kuret ndryshme, edhe kjo na lind pak edhe atë farë interesimen. Po. Atëherë Mediana, më nëshme më tregu pak për këngën, kështë në përgjithësi, pra që shumë konkreta i procesi, sepse nashta nuk e dim kështu këtë pjesën mrapa kamerave që shkën, pikrisht me bo një këngë. Po, e kom bo dhe këngën e parë, edhe ato kom kalu shumë bukur, edhe me gjithë ekipin që e përshëndet shumë edhe Riad Johen, edhe Bucin, që janë mundu edhe me ma realizu këngën që kom dosht, edhe shumë Qysh ka shku këtë proces? Ka shku shumë mirë, nuk ka pos ndonjë defekt ose diçka, shumë mirë ka vazhdu, edhe me klipin që ma ka bo, edhe me këngën që e kom bo. Cila u kom pjesa preferume këto? Klipi, këndimi? Te pjesa e preferume të kënga ka qenë atë momentet kur shkrish në studio, merresh me muzike kështu, atë klipi ka qenë krejt klipi që Ka qenë kështu shumë arktema? Po, shumë i mirë ka qenë. Përmend edhe pra dhe këngën e parë, ajo titullohet Ja mërzit, apo? Po, Ja mërzit. Për këto, a mund është me na tregu diçka? Këtë këngë kom pos dëshirë me bo, edhe kom mujt me realizu që me bo, edhe jam shumë falendëruese që kom mujt me bo. A ka po kështu na i dallim tek vetja, però prej këngës parë edhe tek e dyta kështu, a ti mësu ndoshta pak prej qysh po shkojnë sanet prej këngës parë edhe je konkret gati për këngën e dytë? Po, kom pos ma shumë interesim me ditë, edhe ma shumë mendoj që jam koma përgatitne për këngën e dytë. Të kënga parë, çka kishe veçu? Të kënga parë kisha veçu ndoshta që kom pos ma shumë emocione, se kënga parë është pak ma... Edhe ajo ka punë emocionale veç? Po. Ma shumë emocione ndoshta në realizim, ndoshta se kuna që sigurt? Jo, kom pos emocione se u konë edhe e para, edhe kom pos ma shumë emocione edhe në këndim, kur kam këndu edhe nga përbëj mirë, apo shkon në i sen keq ose diqka. A ki ndonjë ëndër tjetër, përveç muzikës për shembull, ndonjë profesion që ndoshta nëse nuk e kishe zgjedh muzikën, e kishe zgjedh atë profesion? Unë ka pëlqy muzika, po nuk kam ndoshta në sen nështë ju më pëlqen, edhe nëse... Po kështu jo në sen të planifikume? Jo, edhe qka të vjen... Se na përmendëm edhe që të pëlqen edhe sporti, edhe lojët e tjera, pra kështu jeni në zonë se ekselente, po ndoshta drejtimin kështu... Po qka të vjen mundona me realizu edhe inshallah më mi bo. Ka cilat lojët kështu ndoshta i mëson me qef? Përgjithsi vëlla krejt, nuk ka ndonjë dallim, krejt më pëlqejnë. Unë gjithmonë e kom pas këtë farë, ndoshta interesimin ma shumë ka biologjia, më ka fasionu, kështu ndoshta ajo pak ma shumë. A kiti na i kësi ljonde, për shambull? Qysh i ceka dhe ma... A mojë është qeka, kom thonë. Po, më stani, vish vazhdo. Qysh i ceka ma heret, u konë arti edhe muzika, por edhe matematika dhe gjua shqipe nuk janë që muj me nda. Po, pra te matematika, çka të pëlqen? Valla, më pëlqejnë përgjithsi krejt, nuk kam do një veçim që muj me nda. Te matematika gjithmonë e kemi kështu një rezultat të saktë, kështu, edhe e kemi, ndoshta na jep siguri edhe matematika shumë, këtë farë pjesë. Edhe është shumë e mirë, edhe vetë arsimtarja, edhe shumë e dashne. A ki kështu na arsimtarës që të pëlqen mas shumë ti? Janë krejt, nuk më thonë për asnjë që s'm pëlqen, se më pëlqejnë përgjithsi krejt. Po me këm për shembull kalon mas mirë? Vëlloj, nuk po di se me krejt kaloj mirë,
po nashti me muzikën është po, muj me thonë që... Po, me arsimtarën e muzikës, kalon ndoshta ajo edhe të ndihmojnë këtë pjesën e këngëve? Po. Po përgjithësi krejt janë të mira, shumë edhe arsimtarët që i kam krejt janë përgjithësi të mirë. Nuk muj me thonë diçka keq që s'është, edhe në krejt më pëlqejnë. Unë gjithmonë e kam pas ndoshta edhe kytar, më ka rënë ndoshta gjithmonë, po kujdestarja që e kam pas gjithmonë ka qenë arsimtare anglishtës. Edhe tash gjithmonë jemi këtu më të lidhur edhe kështu si klasë me to më shumë. Edhe kujdestarën e kam shumë të mirë. Shumë edhe përshëndes shumë është e mirë edhe e du shumë. Çka të ka thonë kujdestarja kur e ka një këngë? Shumë mirë, shumë edhe më ka mbështet, edhe më ka thonë për këtë rrugtim. E përshëndesëm prej studios. Po, edhe unë e përshëndes shumë. A na tregon pak për këngën? Po, unë e këngën Katile e kumbo qëtash nuk është edhe shumë moti. Më ka pëlqy shumë, edhe me gjithë ekipen që e kumbo ato, që kam bashkëpunu, kam kalu shumë mirë edhe me ta. E kumbo këngën të Metro, e përshëndes shumë, edhe videoklipin e kumbo të Nuansa Films, edhe ato e përshëndes, edhe jam shumë e kënaqur me ta. Atëherë me Diona, fillon me na tregu pak për këngën, çfarë zhanri është, çka të ka pëlqyer te kënga, çka ndoshta të ka intrigu për me bu. Kënga është në zhanrin balada, unë ka pëlqyer shumë si muzikë, edhe kom pas qef dëshirë edhe qef me bo këtë këngë, edhe mi shprej emocionet në atë këngë që është adin në formë të baladës. Po pra, edhe pikrisht edhe balada është një zhanër i cili fokusohet të emocionet edhe. Po. Me të vërtetë unë edhe kom dëgjuar edhe këngën edhe videoklipin e kam pa edhe më kam pëlqyer shumë. Edhe kështu me të vërtetë po të shkoj kështu balada. Faleminderit shumë. Çfarë zhanri tjetër të pëlqen i muzikës? Mas shumë të më pëlqen ç'kjo që është balada, edhe tjerat po mas shumë e gjej vetet të ç'kjo këngë, të ç'si këngë. Kush është artisti jo ti preferon? Dafina Zeqiri. Çka të pëlqen te këngët e sajna? Gjithçka, do të thonë, adin s'ka diçka që është veçantia, mo çdo sen që e bën shumë më pëlqen. Sepse Dafina me të vërtetë i prek edhe kështu goxha do zhanre tjera, edhe nuk fokusohet ndoshta vetëm te këngët pop, por prek edhe ndoshta me mesazhe jap shumë këngët e saj kështu. Po përgjithësi më pëlqejnë gjitha këngët e saj. Ndonjë muzë tjetër në këtë aspekt? Nuk... Apo vetëm Dafina numër 1? Po, Dafina numër 1. A të pëlqen ma shumë me kënu kështu me bu këngët e tua, a në për aktivitete shkollore, se përmendëm edhe shkollën, pra që... Edhe në shkollë nuk është keq, unë pëlqen edhe në shkollë me këndu, por ma shumë edhe në shpe, adin ma shumë muj me gjetë vetën me këndu kështu na për shpe, adin na për bëj mira, keq. Pra ty për ditë edhe në për shpe, je ajo vojza që konstant e ka këngën kështu? Po. Si duket rutina jote, pra sepse ti edhe në shkollë jep nëse tash ka përfunduar se disa ditë, po si duket kjo rutina jote, pra duke marrë parasysh edhe e ke bu këngën edhe ke mësu, ke pas teste, nisën një obligime. Nuk o kanë zër, edhe ku mujt me gjetë vetën edhe në shkollë, edhe në shpe, edhe me muzikë më mirë, ku mujt me gjetë vetën, nuk o kanë keq, as zër, kur ta dojsh një sen edhe mund është me arritë, veç nëse ki dëshirë. Kush ka qenë personi që të kam mbështet mas shumë të në këtë rrugtem? Përgjithësi ka qenë krejt familja, po ma shumë mami. A me ndonë që këmja dediku ndërshta një këngë mamit ndërkohë? Po, menoj edhe shpresoj që po, moj mja shprej. Pa tjetër se kjo është një pjesë kështu shumë e rëndësishme dhe e këmë po që se cili do artist, pa i dediku të shka familje, se më përshtatëve të soj kryesor, nuk mundet, ashtu si a dënë. Si u ndjeve herën e parë kur e ke dëgju këngën kështu të përfunduar krejt? Shumë mirë, kum pos pak emociona edhe, po shumë mirë, më ka pëlqyer shumë. Si u duk ajo ndoshta me shku në studio, me këndu, ç'është ai realiteti kështu mbrapa? Po, është një farë emocioni edhe, por apet shumë mirë. Adin kalon shumë mirë edhe me ata që i kinë studio, adin që kalon kohën me ta, për deri sa jetu e bo këngën. Sa ku tu ka dosht me përfundu kështu prej fillimit deri në lanse?
Nuk ka morë edhe shumë kohë, nuk ka morë edhe shumë kry adhen shpejt. Qa ka qenë pjesa preferume, krejt ti rrugtime? Nuk po di të me cekë, se përgjithësim për me më kanë pëlqy krejt pjesë të këti rrugtime. Gjërimi i videoklipet. Po. A më është me na full pak qysh ka shku qaj? Gjërimi i videoklipit ka shku shumë mirë, kum kalu edhe shumë mirë. Normal, ato e kum shprej edhe vetëm pak në videoklip, por përgjithësi ka shku shumë mirë edhe kum kalu shumë mirë edhe me nonsën që unë merë edhe ka pos ko më merë me mu. Adin e falenderoj shumë edhe kum kalu shumë mirë. Po besoj që çdo record label e ka këto që donë me pas një artistri edhe me shmu, kështu që këto modestin pëlloj monash në këtë pjesë. Pse pikrisht ndoshta titulli ka tile, sepse dim se të njën mushmëri dhe nuk e din, nuk i alon ato fazat kështu i hidhërume emocionalisht, mi thunë dikujt ka tel. Po konga u konë, edhe në ka tile, edhe unë ka pëlqy shumë. Edhe nështë nuk është fix dedikim, po u konë konga që ashtu me emnin ka tile, edhe unë ka pëlqy me bo. Cili mendon që është mesazhi pikrisht këngës Katile, sepse dim që ndoshta ti edhe më re edhe nuk e ki kështu atë ndoshta emocionin, më thonë dikujt në atë emër, në atë emërtim. Po. Ky mesazh u konë përgjithësi për gjithë shoqërinë kështu, edhe që pra jep një mesazh të fortë kënga, një realitet shoqërisë që ndoshta nuk e pranojmë atë shumë edhe pikrisht formën e baladës e bën ndoshta pak ma i jep emocion edhe rëndësi kësaj pjese. Gjatë xhirimeve, a ka qenë kështu e vështirë rrugtimi, a ke pas ndoshta ndaj pengesë apo ku në gjithmonë kështu arktem? Jo, gjithmonë u konë mirë, edhe nuk u konë diçka që më me cek keq ose diçka, u konë shumë mirë. A të kam bet diçka kështu në mendje, duke realizu prej realizimit pra të klipit, kështu ndoshta ndaj momenti veçantë që ndoshta është që shara kështu? Po, mu me cek një që nëherë kur ka mujtë marrë dhe mu më kesh, ose kur ku më kesh, po u duft që ato jënë konë nështë i do momentet që mu i mojtë men edhe që mu më pëlqyje. Po, a ke posë ndoshta edhe nëherë kur je kështu pak në siklet, si me thonë edhe të qeshët kështu pa ndollë, edhe unë e kam pikrisht këtë pjesë që me të vërtetë unë qeshët kur jam një situatë që ndoshta po e bëj për herë të parë edhe kështu. Po. Sidomos edhe ti ka qëri me bu një kohë kështu, si po ndihesh? Po mirë po ndina, edhe... Qysh duket se ndoshta moshatarët e tu nuk e kanë bu, nuk kanë pas kësi ëndra, ashtu se kanë realizu pikrisht këtë ëndër. Më duket shumë mirë, edhe mirë që ku mujtë me bo, edhe që si qëto momente edhe qëtë kongë. A më është me të regu pak shoqet shukët e tu, qysh kanë reagu? Ndoshta a i ke të regu pri fillimit, a kanë bështet, a të kanë jepë një ide? Po, mirë, nuk u konë keq, mirë, krejt, edhe nuk e kom pos në reagim të keq, ose diçka. Vetëm bështetje, pra? Po, ju ka pëlqy. Si e kombinon shkollën edhe muzikën? Mirë, muj mi kombinu se shembull edhe në shkollë muj me gjetë vetën edhe në rrethonat e muzikës, edhe në aktivitetet që mujna mi bo me muzikë, po edhe në kështu përgjithësi edhe në shtëpi. A të pëlqen ndonjë instrument kështu, a vetëm me këndu? Po, unë pëlqen edhe piano, shumë, po edhe violina unë pëlqen. Këto dyat janë kështu goxha të komplikume, sidomos violina. Po, unë pëlqen dyat. Për të ardhmen tona atë folëm pak. A është vetëm si këngëtare? Po, unë mendoj edhe shpresoj që kam ja arrit, edhe muj më bo edhe e mirë, po mendoj. Si para përgatitesh? Unë nuk e kam edhe shumë zërë, edhe muj shpejt me gjitë vetën, më pëlqen edhe shumë, edhe që ata mendoj që... Pikrisht se kemi ndoshta edhe do notat larta, që do të me ushtru për me mujtë me mri ato nota, kështu... Po, normal, gjithë mund do të me pos me ushtru, para se me këndu se diçka, qka du që bësh. Por jo përmendet që këndoni konstant, kështu që ushtrimet ndoshta edhe s'ka kanë ashtë nevojshme. Po. Nëse e kishe pa vetën tënde para disa vitesh, qka i kishe thonë?
Duke ditë se tash e ka realizu një undër, sojna... Po, nuk po di qa me thonë, mendoj që po, ka me konë në lumëtur që edhe ku mujtë... Ndoshta ajo s'ka me besu? Po, dhe nashti. Çfarë mesazhi kështë dhon, ndoshta bashkëmoshatarëve tu, të cilët e kanë një undër si kur te që për me realizu na një kondër? Unë kisha thonë vish vazhdoni, mos me unal, se çdo gjë që e ki undër, mundesh me bë realitet. Si duket një ditë për ty e zakonshme në shkollë? Pasi që e përmendëm shkollën. Po, shumë mirë, me shumë energji, kam dëshira din për shkollën, për me shku në shkollë, edhe shumë emotiv. Cila lëndë ndoshta të pëlqen më shumë? Përgjithësi krejt, nuk e kam ndoshta ndonjë dallim prej lëndëve, por më me thonë që muzika edhe arti. Pra këto pikërisht ka pjesa matematike, kështu... Po, edhe matematika më pëlqen përgjithësi, nuk është që... Se edhe muzika ka gjani matematik të vetën? Po. Këto krejt lidhen me këshyrë kështu? Unë për vetë nuk është që e këndosht kur matematikën, po... Më ka rohise ka njerë, kështu që nuk kemë që kam i bo. Si kanë reagu shokët edhe shoqet e klasës? Kur përfundu krejt? Po mirë, shumë kanë reagu edhe, nuk e kanë posë ndoshta në reagim që nuk u dashë. E shoqet e tua ma të ngushta, qa kanë thonë? Po ato e kanë posë mbështetje mbi tyne, në thonë kanë një motiv për edhe me vazhdu, nuk u kanë do një sen keq. Cilë është aktivitetit që ndoshta e bën gjatë vikendit, sepse përmendëm e unë e premte në shkollë, po gjatë vikendit, a ma shumë ki qef me najtë në shpe, me dojnë me shetit? Kom që a fellë me nejnë në shpe me kry, do senet që s'ku mujtë me kry gjatë javës, kështu, që më konë me në shkollë dhe angazhimet e shkollës normal. Po, kom që a fellë me dojnë, nuk është që s'du se që s'moj. Ku shkojnë për shambull me prindrit, ndoshta organizoni kështu shëtitje ndryshme? Po, shkojnë ana për venet ndryshme me prindrit edhe normal, knoqna. Cili ku ndoshta një shëtitje që mundesh me na përmend që ty kalon vresat mira? Përgjithësi jënë ko krejt unë kanë pëlqy shumë, nuk mojnë ashtë me vequ, por... Unë vëzhë që këtë lidhje me prindrit e paske me të vërtet shumë të fort. Po. A mënon që jo edhe ti je shumë e hapur me ta, apo ndoshta prej fillimit e ke pas këtë edukimin tënë, lidhjen edhe me të vërtet kështu shumë e hapur me prindrit e tu? Po, prej fillimit që më konë, adin e hapur me ta edhe normal. Mediana, si do ta përshkruaje veten me 3 fjalë? Empatike, e edukuar edhe e talentuar. Me të vërtet kështu i pas ke gjetë fjallë perfekte. Kështu edhe me të vërtet nuk dush me ljonë modestinë anash, kur, sepse i me të vërtet të talentuar edhe kështu në këtë mush ka shtri, edhe besoj që nuk i mundalë kur. Cilat janë planet e ardhshme? Planet e ardhshme kam qef që më bon diçka. A ki ndonjë kohë kështu tjetër që me të vërtet po ki qef me bu, ndoshta për një temë të caktume, ose... Njerë për njëherë nuk komendu, por po normal, kom qef shumë. Okej, për në fund, qaj kështë thonë të rive, ose artistëve të ri në mesazh që kështë thonë atyne? Ju kështë thonë që me vazhdu, me i kry sene që i kanë qef me i kry, edhe mos më ndalë. Okej, ndonjë falenderojmë për fund? Po, për kongën e por e përshëndes Riad Johën shumë, edhe Bucin. Atëherë, Mediana, faleminderit shumë që ishe shumë në studio sot të pasditës, edhe po besoj kalove aq mirë sa kom kalu atë. Po, faleminderit edhe për ftesën, edhe unë kom kalu shumë mirë me juve. Na të presum këto apet për kongën tjetër, kështu që nuk mundesh më ndalë heq. Faleminderit shumë. Atëherë dashur shikues, ka që kishim për sot, mos harroni të riktheheni nga hëna në të premte nga ora 17 dhe deri në takimin e radhës, mirupafshim.